Prej ditës së djeshme në qytetin e Pogradecit ka nisur vendosja e stacioneve të plazhit për sezonin veror, ndërsa menjëherë kanë nisur edhe kontestimet e para. Dritan Hoxha, operator turistik në zonë, shprehet se këtë vit, ndryshe nga vitet e tjera, është ulur sipërfaqja e plazheve publike. Sipas tij, në këtë sezon janë dhënë 3 leje për beach bare në zonën ranore, çka sipas tij krijon konkurrencë të pandershme dhe shkel ligjin. Ai pretendon se përgjatë rreth 2 kilometrave vi liçenore, plazhi publik në dispozicion të qytetarëve është reduktuar në vetëm 11 metra. 11 metro plazh publik në 2 kilometra plazh. Janë dhënë 3 leja për stacione plazhi dhe beach bare në këtë plazh, gjë që është në kundërshtim me të gjitha ligjet. Hoxha thot se për këtë situatë ka bërë denoncime në disa institucione dhe është ende në pritje të një përgjigje. Ai shton se prej vitesh në një pjesë të plazhit publik kishte vendosur një rjet volejbolli, ku qytetarët dhe të rinjt mund të luanin falas në një hapësirë rekreative, me përcaktimin e zonës si plazh privat. Sipas tij është kërkuar largimi i rjetës. Mua sot më njoftohet që duhet të heqë dhe rjetën e volejbollit, sepse plazhi kalon privat. E kam amanet nga Llazi Gërgjalli, i cili këtë sport e do me shpirt. Ne kemi vënitëm, e kam vënë privatisht në plazh publik që njerëzit të luajnë pa pagesë. Sipas një komunikimi me drejtorinë e taksave në Bashkim Pogradec, në hartën e plazheve të miratuara në këtë zonë, parashikohen 3 parcela publike dhe 3 parcela private, ndërsa nuk ka ndryshime në sipërfaqe krahasuar me vitin e kaluar. Sa u përket lejeve për stacionet e plazhit, ato miratohen nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe jo nga Bashkia Pogradec, kanë theksuar zyrtarët e bashkisë. Ndërkohë, pak javë më parë, kryebashkiaku Ilir Xhakolli ka deklaruar se sipërfaqja e plazheve publike do të jetë 40%, ndërsa ajo e plazheve private 60%.